Si mund të shmangësh apo të heqësh ekspulsin në Europë për arsye humanitare? Janë po të njëjtat arsye që të japin të drejtën për të kërkuar një leje qëndrimi në çdo shtet të Europës. Më ndiq më poshtë të kuptosh nëse ndodhesh në një nga këto rrethana apo ke ndonjë nga këto dokumenta që do të elenkoj. Arsyet më të zakonshme humanitare janë këto: sëmundje serioze ose kronike, rreziku për jetën në vendin e origjinës, familja në një vend të Europës ose lindja e fëmijës në një vend të Europës, integrimi i fortë në shoqëri, një kontratë pune, kushte të ndryshme apo shkollime që ju bëjnë punë. Jeni viktime trafikimit, e dhunës në familje apo shfrytëzimit. Por si provohen arsyet humanitare? Një dokument mjekësor, disa dëshmi familjare, certifikata lindje, martese apo leje e familjarëve, deklaratë personale ose letër motivuese dhe dokumente ligjore nga shteti i origjinës. Nëse ke pyetje apo paqartësi apo do ndihmë për këto procedura, më shkruaj në inbox ose në koment dhe do të ndihmoj.